Është ora e lojës, është ora të zbulojmë enigma dhe si quhet kjo lojë? Të banjori. Me një shpejtësi marramën se ne kemi rregulluar studion sepse nga të gjitha lajmet dhe nga rrjetet sociale tashmë ju e dini zhurma që u bë dhe jo sot, po sot një javë ne do të transmetojmë atë që ndodhi dje në këtë studio, një event i botës së modës në Shqipëri, ishte pikërisht sfilata e stilistit Joni Peçi, me të cilin ne kemi privilegjin që të bashkëpunojmë së bashku. Dhe sot, konkurent në lojën të panjohurit është pikërisht ai, Joni Peçi. Urime akoma. Faleminderit. Pyetja e parë, je i kënaqur nga çfarë ndodhi? Njeriu nuk kënaqet asnjëherë, por them që kam bërë një gjë të bukur. Sigurisht. Nuk zbulojmë asnjë sekret, do ta shohim të dielën që vjen dhe sigurisht në fund të rubrikës e Dita Shqiptare, në fund të programit të Dita Shqiptare, nuk do të jetë rubrika Power Kids, por do të jetë sfilata jote, kështu që të gjithë do të kenë mundësi ta shohin të plot, sepse një pjesë të mirë e pandi nga publikimet që janë bërë nga të gjithë të pranishmit në rrjetet sociale. Falenderoj për kohën televizive që më kushtuat në këtë program, që e ndjesi shpinën time sepse është vite që ne punojmë. Tani, dhe një gjë. Po. Që është më e lehtë të bësh sfilatu se sa ti je sot këtu të qesh shpirtit. Pa merak, fillojmë nga identitetet. Çfarë kemi sot? Në studio dikush që bën vizatime digjitale na ka ardhur. Një tjetër ka luajtur 5 vite futboll profesioniste apo profesionist. Një tjetër bën art me shishe qelçi. Dikush ka lyer makina në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kemi një skulptor apo skulptore, një tjetër restauron motor retro, kemi një mësues apo mësuese dhe dikë që ka qenë pjesë e një bendi muzikor. Ftoj të panjohurit të kthehen nga ne. Tani, ti e, le të themi, i njohuri i panjohur, ose i panjohuri i njohuri famshëm. Por, mes këtyre, ka dhe dikë që ti mund ta njohësh. Numri 5. Numri 5, Valdrin Mustafa. Valdrin, mirë se erdhe. Mirë se u gjetë. Ndonjë këngë e re në horizont? Presim së shpejti. Së shpejti. Po te kënga magjike si i ke planet? Mendoj që do bëhem big këtë vit. Mezi presim. Mezi presim. Është një rrugëtim i bukur dhe shumë emocional, le të themi, dhe në moment që ti e fiton atë status, atëherë kupton që duhet të kaloj një fazë, duhet të kalosh disa eksperienca. Patjetër. Dhe pastaj fillon lufta e vërtet, me veten dhe me spektatorët dhe me telespektatorët. Mirë, atëherë, kemi 5 ndihma, 2 takime nga afër dhe 3 ndihma me 3 të dhënat, ku njëra të ndihmon për identitetin, dhe në fund kemi edhe një të afërm apo të afërme misterioze. Shohim çfarë na ka ardhur sot në studio. Përshëndetje. Si të duket? Një djalë besoj. Një djalë. Okej. Të gjithë kanë para në përduar, duke filluar nga 200, 300, 500, 700, 800, 1000, 2500 dhe 4000 euro. Ç'do bësh me paratë që do fitosh? Me siguri që s'do i mbaj për vete. Okej. E kam një plan, por nuk dua ta bëj publike për respekt edhe të personit. Që në rast se do t'i fitoj, do ja çosh. Po. Mrekulli. Jemi gati të fillojmë nga loja? Okej. Vjeni panjohuri me numrin 1. Mirë se vjen. Mirë se u gjeta. Prezantohemi. Flamur Toska, nga Lesha, 58 vjeç. 58 vjeç nga Lesha, Flamuri. Cili është identiteti i Flamurit? Bën vizatime digjitale, mendon?
Apo ka luajtur 5 vite futboll? Profesionist. Bën art me shishe qelqi? Ti ketë bërë flamuri këtë mrekulli? Po, skulptor nuk besoj, dhe pse është për krenarja dhe vjen nga Lesha. Mos është muzikant, i veshur kështu me syzet, me kapelen, me këto më qonë ke grupet e dikurshme. Po. Pra, flamurit thua që ka qenë në një band muzikor. Ndoshta. E konfirmon? Kam frikë. Pra kjo kitar mendon që i përket flamurit? S'dua ta kantaroj dhe me numrin 5. Po. Sepse numrin 5 unë e njoh si këngëtar dhe ndoshta ka qenë në një band muzikor. Por dua të qëndroj ke e para, sepse me këtë stil kështu, ndoshta mund gaboj, po stili që kam më çon çik te këto grupet rock. Okej, e konfirmon? E konfirmoj. €200. Për €200, flamur. Unë e di, por a jeti pjesëtar i grupit muzikor? Po. Kitaristi i Djem dhe Djem të Detit. detit, more, Po sa- grupi sa Djem po të doja të detit. thosha Ja që- da shoj videon, urdhëro. Ja kush flamuri sa i ri. Grupi Djem të detit, flamuri, kitaristi i grupit Djem të detit. Dhe unë ndonjëherë më pëlqejnë këto këngët retro, dhe unë jam fan si këngëve retro dhe këtë këngë e dëgjoj shpesh. Vërtet? Por flamuri ka ndryshuar sepse Flamur, faleminderit, do të shihemi në fund së bashku dhe vjeni pa njëri me numrin 2. Mirë se vjen. Prezentojemi nga Lesha, shkojmë në... Arben Regjepi, vi nga Prishtina. Sa vjeç Arben? 41 vjeç. 41 vjeç. Arbeni nga Prishtina, 41 vjeç. shikoj njerë këto ndihmat këtej. Pa tjetër, atëre këtu ke arti me shishe qelqi, ke dhe skulptor, nëse është, këto dy vepra. Kjo dora Ha? shumë interesante. Çfarë mendon për Arbenin? Është mësues në Prishtinë? Nuk besoj që është. Nuk beson. Restauron motor retro? Ndoshta restauron motorët. Apo ka lyer makina në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Mos ka Ndoshta ka punuar. lyer makina në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po si futbollist të duket që të ketë qenë profesionist në futboll? Dhe si futbollist më Atëherë Dua të qëndroj ke restauron motorët. do qëndrosh aty. E konfirmon? Po. €1.000. Shkojmë në 1.200 euro. Ose mbetemi në 200 euro. Arben, për 1.200 euro, jeti që restauron motorët retro? Jo. 200 euro i kemi, si do qoftë, Arben, mund të ulesh tek numri 2, do të zbulojmë në fund dhe vjene pa një ora me numrin 3.
Mirë se vjen e dashur. Prezantohemi. Mimoza Karaj, 57 vjeçe, vin nga Tirana. Mimoza nga Tirana, 57 vjeç. Çfarë mendon për Mimozën? Duket si mësuese. Si mësuese, një. Publiku thot merr 3 të dhënat, sepse ti ke 3 të dhëna, ke edhe 2 takime nga afër. Okej. Kështu që Mund ta marrim ndihmoj- ndihmën? Mund ta marrësh ndihmën me 3 të dhënat. Po. Okej. Urdhroni. Formimi është durim, më pëlqen të eksploroj dhe më pëlqen shumë moda. Formimi është edhe durim, pra kërkon durim. Formimi, kujt? Skulptore, Skulptore. sepse të formosh një vetë për arti, kërkon durimin, Po, durimin e vetë. Kam dim tjetër? këta kemi nga afër, sepse skulptore, nëse është, mund të dallosh nga duart në një të prerë, në Patjetër. një gjë që mund ta Mund ta kombinosh. kem. Patjetër. Eja. Mund ta prek? Patjetër. Sa ko ka që s'punon si skulptore? Po prandaj thash. Kështu që kush është skulptore? Unë mendoj apo që me këto skulptor, duar, ndoshta mund të jenë duart e një mësuese. që formon nxënësit. Dhe formimi i brezave kërkon durim. Kërkon durim shumë të madh. Ti ke durim derisa ta shtypsh atë po? Po. Jo, më shtyp direkt. Ha? 800 euro dhe e papritur. Ose 1000 euro, ose 0. Për 1000 euro, Mimoza. Jeni ju mësuese? E mora vesh, nuk është. Pa, unë jam. Oh, 1000 euro për Mimozën, shohim foton e saj. Ja ku është Mimoza. Me nxënësit e saj. Ju ku jepni mësim mësuese? Jap në shkollën Andre Kliko Sallare, Për sa vitesh e ushtroni këtë zanat? për 38 vitesh. Kush e di sa breza keni kaluar, sa fëmi. Dhe përveç aty ke foto, shikoj fëmijët që me një klub arti, Aha. se dhe arti është pjesa e mësuesit. Edhe moda gjithashtu. Sa mirë. Më vjen shumë mirë mësuese, do ta kemi në fund me ju, dhe Faleminderit. vjeni panjori me numrin 4. Mirë se vjen. Si gjeta. Prezantohemi. Atëherë unë quhem Luiz Topi, jam 18 vjeç dhe vi nga Tirana. Luizi 18 vjeç nga Tirana. Po mund të ketë luajtur futboll 5 vite, ka filluar i vogël. Ndoshta është lodhur duke luajtur futboll dhe tani mund të ketë marrë një drejtim tjetër. Po, bëm vizatime digjitale. Ndoshta. Lyen makina. Nuk besoj. Ku je me Luizin? Ndoshta vizatime digjitale, Një variant. një variant. Jam midis futbollit dhe vizatimeve digjitale. Se nuk mendoj që të jetë skulptor. Nuk mendoj të restauroj motora retro. Ndoshta vizatime digjitale sepse është diçka e teknologjisë moderne e tanishme dhe i përket brezit. Dhe i përket brezit. Po. Je i sigurt? Të shikoj ty dhe kujtoj të më japësh një dritë shprese. Dritë e shpresës na edhe ti mbrëm në sfilat. Unë jam dritë shprese për klanin. Dhe kur them për klanin, ti kurse i parat klanin.
Atëhere... Qëndrojmë ke vizatime digjitale. Do qëndrosh? Po. Je I sigurt? Po, shumë I sigurt. Po mirë, ti e di. Ndoshta vizatimet. Mund t'i afrojmë nga afër? Po tjetër. Dhe është takimi I fundit nga afër. Jo, do e ruaj. Qëndroj ke vizatimet, I humba. Po. Okej. Vizatimet. Vizatimet. Mendoj që kam gabuar se nuk gjinde që ka shkolla I 4.000 euro. Jemi në 5.000 euro ose 1.000 euro. Luis, për 5.000 euro, jeti ai që bën vizatime digjitale? Më vjen shumë keq, por jo. Ha? Kot që si ndrova ke futbolli. Sa herë të thash je I sigurt? Okej. S'ka gjë. Ika. Ke 1.000 euro. Luis, mund të shkosh të ulesh për qefin tënd, do të zbuloj më vonë dhe vjen I panjori një orë me numrin 5. Si e? Si e? Mirë se na erdhe. Nëse e gjatë. Atëherë, Valdrin, si e ke emrin? Valdrin Mustafa, 20 vjeç, nga Tirana. Valdrini, 20 vjeç nga Tirana. Tani Valdrin ti e nje, që pak Por nuk di sa talente mund të ketë Valdrini. vizatime digjitale? Dua t'i shkoj larg, se këto vizatimet më humbën 4.000. 5 vjet futboll ka luajtur Valdrini? Jo. Jo. Bën art me shishe qelqi? Nuk besoj. Nuk beson. Ka lyer makina në Amerikë? S'më rezultojnë që Valdrini Që të t'ke ketë qenë në Amerikë. Është skulptor? Valdrini rocker është, ndoshta mund të lidhet dhe me motorët, Aha. por ndoshta dhe s'lidhet, ndoshta bën vizatime digjitale, kur ka kohë të lirë. Ti thua bën vizatime digjitale? S'dua t'i harxoj. Nuk don t'i harxhosh. Jo ndihmën, s'dua t'a harxoj. Po, ke dhe 2 të tjera. Kam dhe 2 të tjera përveç. Po, me 3. Okej, atëherë kërkoj ndihmën. E do një ndihmë tjetër. Ndihmat e tua, Valdrin? Duhet të ndjekësh skemen për të arritur rezultatin. Merrem me produksion muzikor dhe po pres këngën magjike. Kjo e treta. Atëherë, duhet të ndjekësh skemën për të mbërritur rezultatin. Ku e duam rezultatin, ne? Ke vizatimet? Çfarë thot publiku? Publiku çfarë nuk thot? Futboll, thot publiku. Ti ke luajtur futboll? Çdo ditë. Okej. Unë futbollin e shoh, Po. por nuk kam luajtur kurrë në jetën time. Atëherë futbollin. Futboll. Po. E konfirmon? E konfirmoj. E humba. 700 euro. 1.700 euro. Për 1.700 euro, Valdrin. Vërtet ke luajtur 5 vite futboll profesionist? Më vjen keq, por unë jam.
Po, pra se indikacionet që më dha. Ja, ku është Valdrini? O, ta shikojmë Valdrini duke luajtur. Opa! Hajde, gol, hajde. Ku ke luajtur? Kam qenë tek Akademia e Partizanit me grup moshat. Dhe ke luajtur 5 vite. Po. Pastaj çfarë ndodhi? Pastaj zgjodha muzikën, këngën. Okej, shumë mirë bërë. Faleminderit. Valdrin, do të jemi në fund, ku do të na këndosh dhe kemi detafër misterios. Faleminderit. Dhe vjen numri 6. Mirë se vjen. Mirë se vjen, i dashur. Ta marr? Faleminderit. Prezantohemi. Media Lilaj, 65 vjeç, banus në Tiranë. Medi Halilaj, 65 vjeç nga Tirana. Tharë se të thoshte diçka më shumë. Po, identiteti kështë mbetur. Po. Vizatime digitale nuk besoj. Është zotëria Medi që bën art me shishe qelqi? Apo ka lyer makina në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Do është ta ka lyer makina në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Apo është skulptori Medi? Ose... Mund ta kem ndihmën? 3 ndihma? Po. Pa tjetër. 3 ndihma ti dëgjojmë. Le të themi që identiteti im je pjetë. Më qej muzikën popullore. I dashuroj kafshët. Le të themi që identiteti im jep jetë. Kujt i jep jetë? Është o skulptor ose restauron motorët. Po. Që i jep jetë, restaurimi. Duke i jep restauruar, jetë. i jep jetë. Po. Atëherë qëndrojmë ke motorët? Qëndrojmë tek motorët. Atëherë unë do zgjedh motorët. Nuk i besoj më këto sepse kam humbur prej tyre. Mira tha motorët. Mira tha motorët. Atëherë që kemi njësoj. Atëherë motorët. Motorët. Restauron motorët. Shpate që u trëmbe. Nuk ka asnjë problem. 500 euro dhe pa pritur. 2200 ose 0. Çdo me thënë? Kthejmë më mbrapsht? Jo, mund të kthehemi në publicitet, po tani s'ka më kthim brapa. Kemi 2200 euro, Joni Peçi, i cili nuk dim nëse ka gjetur me diun, a është restaurator i motorëve retro? Po. Bravo. 2200 euro që nuk ti merë më njeri se nuk kam asë një rrezik. Nuk i merë njeri. Po, ja dhe fotoja. Urdhëro. Medi që është ky pasion, na trego pak. Ky pasion e kam pasur që në fëmini. Aha. Po thuaj se kam 50 vjeç që restauroj motora dhe makina retra. Fantastike. Faleminderit i dashur, mund të shkosh dhe vjen numri 7. Mirë se vjen. Urdhëron. Prezantohemi. Ri Shkëmbi, 25 vjeç, Tirana. Ri Shkëmbi, 25 vjeç nga Tirana. Vizatime digjitale. 1. Art me shishe. 2. Dhe treta o art me shishe o vizatime digjitale. 3. Qëndroj të 3. Të kujtoj që ke një takim nga afër akoma. Mund ta takoj nga afër? Po, patjetër. Rejt i shojmë pak duart. Okej.
të kujtoj që ke 300 euro dhe 2500 euro. Një pyetje. Ato që fitova unë, mi merrni? Jo. 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 Tani do t'i shtojmë. Mund t'i shtojmë. Pa tjetër. Ke 2200. Shton dhe 2800 dhe shkon në 5000 euro. Shkoj në Kështu që 5.000. nuk ja vlen që të gabosh. Vizatime digjitale. E konfirmon? Po. E konfirmon. E konfirmoj. Se nga duart, Për një lloj elegance. pash një lloj elegance ke duart që në momentin që bën skulptura me shishe, do një të çarë, do një gjë duhet ta kishe normalisht. Po. Por duke punuar në kompjuter, vizatime digjitale, duart e tim çojnë tek vizatime digjitale. E konfirmon? Gabova, s'ka problem, e konfirmoj. E konfirmon. Okej. 300 euro. 2500 euro për Joni Peçin, nëse Rej jeti ai që bën vizatime digjitale. Po, Okej. 2500 shojmë foton. Ja ku është Rej. Euro 2024 Albania, kështu e pas ka adresën. Po, emrin artistik Arshik dhe kam disa projekte në plan për të bërë së shpejti. Fantastike. Të urojmë sukses. Faleminderit. Rej, mund të shkosh dhe vjen e panjora me numrin 8. Mirë se erdhët. Prezantohemi. Jam Hën Demko, 35 vjeç dhe vi nga Tirana. Hën, sa e më bukur. Hën Demko. 35 vjeç nga Tirana. Tani Hën. Ose Hën bën artin me shishe, ose ka lyer makinat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mosha e zonjës 35 vjeç. Besoj që mund të lyer makina. Në Amerikë. Jam midis artit me shishe dhe skulptore. Po. Janë 2500 euro këtu, do t'i shosh? Urdhro. O 5000, o 2500. Si mendon? Do vazhdoj art me shishe? Ti e di? Art me shishe. Je i sigurt? Art me shishe. Je i sigurt? Leti hum. Je i sigurt? Të pi pak ujë? Po. Ujnë e kemi të zgjedhur. Kemi spring. Atëherë. Nuk mendoj që zonja mund të ketë lyer makina në USA. Është piktura atje që mua më çoi ke arti me shishe, skulpturat me shishe të zonjës, sepse më duket një gjë shumë fine, shumë elegante për të qenë pjesë të dy meshkujve të tjerë. A eleganca? Po. Pse eleganca mbrëm në sfilatën tënde? Më falë. Dihet që bëj punë që merrem me femra kam një jetë. Përfundimisht, art me shishe. Art me shishe. 2500 euro. 5000 euro ose 2500 euro. Han, për 5000 euro, jeti ajo që bën art me shishe? Më vjen keq, jo. Po pse bëni ju? Sepse ju më thatë, këto më tha,
Po ti pse ti qove? Dhe thash që këtë herë s'do dëgjoj njëri, Po. dhe kam qëndruar mbrapa kuintave larg konkurrentëve dhe larg stafit, sepse doja ta shijoja këtë lojë deri në fund. Qartë, po ne shiko çfarë të ndodhin. Por problemi qëndron, Po. më futën në grop këto. Unë duhet kisha ardhur shifemi në gjyq se këto janë dalë me 2 parcela nga. Atëherë, Kam ndihmën tha jo, Ken, kur të vi personazhi misterioz. kur të vi personazhi Po. misterioz. Tani ka ardhur momenti të Po dhe zbulojmë identitetin. njerë kam Një ndihmën. ndim të fundit fare. Dhe mbarova. Dhe mbarove. Jo një, po ke 2. Ke dhe 2 tjera, po prit një. Fillimisht do zbulojmë identitetet. Atëherë, me qenë se kemi zonjën, po e fillojmë nga Han. Han, cili është identiteti yt? Unë jam skulptore. Skulptore. Të themi diçka, Ha. të betohem që unë zonjën e kisha piketuar si skulptore që kur e pash. Po pse nuk e the? Por, Diçka, më fal. Shiko çfarë elegancë dhe ngjyra roz atje, kupton? Sepse- Do me thënë, ti the gjithë kjo elegancë. Dakord, kjo është super elegante, po kjo donte një punë pak konsistente, sepse të rënd, xhamat, copat e xhamit, të shisheve ti thyesh, ti vendosësh. Jo se nuk e bën dot një zonjë, dhe jo se mund mos ishte Hana, por shiko çfarë dashurie, çfarë elegancë që je mama vetë Hën? Jam. Je. Vetëm një mama mund të kishe kaq dashuri në ato këmbë të voçkla nga të dorë. Që pa diskutim edhe ne, por gjithmonë zonjan s'ka gjë. Han, faleminderit. Eja këtu pranë meje, se do zbulojmë dhe 2 indente të tjera, ndërkohë që do të presim edhe Valdrinin që të na këndojë, që të qetësohemi pak, i ke 2500 euro, ndaj të 2. Kush ka lyer makinat Nusa dhe kush bën art me Al Qelçi? atëre djali bën art me shishe qelqi, Po. ndërsa Atëre, numri 4, Luiz. Zotria ka lyer makinat Je ti Nusa. që bën art me shishe qelqi? Jo. Po cili është identiteti yt? Unë kam pas lyer makina në Amerikë. Ka që i vogël? Akoma më i vogël. Akoma më i vogël? Ja ku është. Dhe art me shishe qelqi vjen nga Arbeni. Ja ku është Arbeni Art Trap Pocket. Arben, Po, mrekulli janë këto. Të faleminderit. lutem eja dhe ma spjego pak. Patjetër. Shumë Eja interesant. dhe ti Luiz, Si e, Si e një. suksese. Faleminderit. Atëherë, këto janë punime që punohen nga Qelçi. Si ide ka fillu diku 4 vite. është e Nuk është mundimshme? e- Ti janë qarë në njerë duart? Po si jo, shumë Vërtet? ka raste shumë edhe shumë të rënda, po mu dërzu asnjëherë. Cila është lënda e pare për krenares? Lënda e parë e për krenares është gjithçka është rezin, Pra ti punon dhe me shishe qelqi, punon dhe me rezin. edhe me rezin. Okej. Faleminderit. Urdhroj dashur, qëndrojmë të gjithë së bashku dhe vjen Valdrin Mustafa së bashku me të panjorit e tjerë, sepse ka ardhur momenti të dëgjojmë këngën me titullin Zjarr. Syt, po du me ti pa syt. Drit, nga ty kërkoj drit. Mos ik, pa e thënë edhe një fjalë. Nuk mund të ri pa ty, sonte të ndalë. Do të pres ty sot në zjarr. Do të presa, do të zjas. Edhe jetën po ta fal aty të pres. Akoma sot në zjarr. Do të presa, do të zjas. Se pa ty jo, asgjë nuk dua. Zjarr, jeti qëm tjek e s'po ndjej dhimbje. I humbur, i marrosur pa fjal, pasaj dashnije. Rrugve të qytetit kaloj e të shoh si hije. Po pse, të hidhur në zemër, ti male shien.
Sot në çdo ëndër të kërkoj, si iluzion aty qikoj, kjo histori mbaroj. Ma thuaj pa ty si t'jetoj. Do të pres ty sot në zjarr, do të pres a do të zjas, edhe jetën po ta fal aty të pres akoma sot në zjarr. Do të pres a do të zjas, se pa ty jo asgjë nuk dua. Do të pres ty sot në zjarr, do të pres a do të zjas, edhe jetën ty ta fal. Do të pres akoma sot në zjarr, pa ty jo asgjë nuk dua. Valdrin Mustafa me këngën Zjarr. Faleminderit Valdrin. Faleminderit, presim tashmë Valdrin përsëri në kënga magjike. Ndërkohë unë ju ftoj të gjithëve të shkoni në vendet tuaja, urdhroni. Sepse ka ardhur momenti i të afërmit misterios. Atëherë, do t'i shohim numrat një nga një? Dhe bëjmë një koment? Po. Okej. Fillojmë me ngjashmërinë nga numri 1. Ka ngjashmëri me numrin 1? Ka diçka. Ta ruajmë numrin 1. E ruajmë, po e ruajmë. E ruajmë. Kalojmë tek numri 2. Atëherë e ruajmë dhe numrin 2. E ruajmë dhe Arbenin. Kalojmë tek mësuesja. Të duket se kanë ngjashmëri? Po edhe mundet. E mbajmë dhe numrin 3. Okej, e mbajmë. E mbajmë dhe numrin 3. Shkojmë tek numri 4. E mbajmë dhe numrin 4. Vazhdojmë tek numri 5. Vllai Valdrinin? Jo, nuk besoj. Jo. E lëm Valdrinin. E heqim Valdrinin. E heqim Valdrinin, shkojmë tek numri 6. Jo, as numri 6. Nuk i ngjan. Nuk është djali numri 6. Kalojmë tek numri 7. Ka veshët ndoshta po. Ka një ngjashmëri tek veshët, po. Por nuk besoj. Nuk beson. Po numri 8. Mendoj se po. Kanë diçka. Tjetë vllai, mund tjetë motra. Cilët janë numrat që ti mendon që afrojnë më shumë? Ku e patë energji? Numri 4. Numri 4. Vllai numri 4. Vllai numri 8. Zbesoj që është dyshi. Nuk besoj. Nuk beson. Tani, nëse ti thua që i afërmi misterios, unë jam i bindur që ka lidhje me numrin X dhe ti e gjen, shkon në 5.000 euro. Nëse nuk e gjen, i humbet të gjitha. Ndryshe, më kërkon ndihmën dhe thua i jo. Unë do qëndroj në 2.500 euro, por ti do më thuash emrin, sa vjeç është dhe gradën e afërsisë, nëse është djali apo është vllai dikujt.
çfarë do bësh? Do qëndrosh në 2500 dhe të ndihmoj, apo do shkosh në 5000 euro duke rrezikuar, ose duke dyfishuar, duke I fituar këto parë? Çfarë do bësh? Unë akoma s'kam marrë asnjë vendim, zonjat e publiku thonë që ndrost. Po kërkova ndihmë, Unë jap ndihmën dhe ke 2500 euro. Për ndryshe ti më thua një numër dhe shkon në 5000 euro. Ose 0. kërkoj ndihmë më mirë. Ma konfirmon? Po. Qëndrojmë në 2500 euro. Djali quhet Atilio. Është 20 vjeç dhe është djali I një prej të panjohurve tanë. Tani, disa nga lojtarët dalin nga loja, se s'mund tjetë as djali Valdrinit, as I numrit Atëherë unë 4, mendoj që- as I numrit 7 dhe as I numrit 8. Jam ke numri 1 Po, ose 3. pra, më je mes 1-shit dhe 3-shit. Jam midis 1-shit dhe 3-shit. Jaku është numri 1 dhe Jaku është dhe numri 3. Ndoshta diçka ke pjesa e syve dhe hundës, sepse nga goja, nga pjesa e buzëve, 3-shit, ose çunat ngjaj nga mami, thon zonjat. Po në këtë rast ky çuni nuk ngjan me mami. Atëhere? Ndoshta ngjan me babai. Atëhere? Ti ke 2500 euro. Nëse dëshiron ta Unë vendos për përgjysmosh numrin, vendos për numrin 1. për numrin 1. Në rast se vendos për numrin 1, unë I humb të gjitha. Jo, mund edhe ti fitosh 2500 euro. Në qoftë Jo, se në rast se është, vendos tani ti fiton, në këtë moment për një numër, Po, nëse vendos për një numër, po I gjete, fiton 2500 euro. Nëse nuk e gjen, humbet 2500 euro. Po. Dhe unë dalë 0-0. Publiku thot për gjysmoje, që do të thot, nëse ti dëshiron, unë heq 4 lojtar nga loja, por ti shkon në 1250 euro. Jo. Pra për gjysmoje, pra I bie. Po pra, do me thënë nga 8 Por bën ka 4, mundësinë që të fitoj 1250. Po. Unë mendoj që është numri 1. Bravo. Po, leti u mbasësh. Ore, Po më kështu ju fal. dëgjova dhe shpar. Si tha publiku? Publiku, kur I theti ju dëgjova, do thonë, thot, pasi. Të kishin thënë bëj edhe doli gabim, të thanë pyet 100 vetë dhe bëj si di vetë. Dhe unë në këtë rast, Kështu që ti, mendim të Zotit, unë them që dëgjon nuk kam për të 100 humbur. vetë dhe bëj si di vetë. Atëherë, unë mendim të Zotit, unë them që nuk do t'i humb. Nuk do t'ju mbasësh këtë 2500 euro. Dhe mendoj që është personi me numrin Personi me numrin 1. Ashtu. Nuk dua t'i gjoj fare këto për 3-shin. Po ku mi 6, asë është I biri dikujt, kush? Doli 6. Sepse numrin 6 ti e përjashtove totalisht. Jo, përjashtova, nuk ashtu. Unë mendoj numrin 1. Numri 1. Numrin 1, leti humb, Po. por si në ditë të shenjtë që jemi Po. sot, unë mendoj që Zoti mua do më ndihmoj. Dhe kam besim për këtë gjë. Dëgjo, po që ke të drejtë. Nuk bie prej provokimeve, as të tua dhe as të Përkundrazi. Kam të drejtë? Përkundrazi. Unë mendoj, do qëndroj ke numri 1. Kush të ka ndihmuar ty gjithë jetën?
Gjithë jetën time. Normalisht Zoti i pari. Dhe intuita. Besoj dhe intuita ime. Duhet të ndjek intuitën time për një arsye sepse gabova duke u hutuar nga zonjat e duke u hutuar nga zonjat e publikut, unë gabova me numrin 8, ndërsa tani do të ndjek pavarësisht të gjithë stuhisë mendimeve që kam pas shpine, unë do të zgjedh numrin 1. Okej. Mund ta konfirmoj? Patjetër, sa më shpejt, aq më shpejt mbaron dhe tortura, numri 1. Atëherë, Atilio sigurisht nuk mund të jetë djali pa ujë përpara. Patjetër. Duhet pi pak se. Patjetër. Atilio nuk është djali i numrit 7. Miropafshim Rej. Gjithashtu, Atilio nuk është as djali numri 8. Han, miropafshim. Atilio nuk mund të jetë djali numrit 4. Luiz, miropafshim. Kur të duash të luesh makinën dhe ta bërë si ato që pe, ke Luizin tashmë. Por, ke dhe Valdrinin, që s'mund të jetë babai i të afërmit misterios. Miropafshim Valdrin. Për kë je i sigurt që nuk është babai? Zotëria që bën art me shishe. Nuk është babai, thotë. Në fakt Arbeni nuk ka lidhje me të afërmit misterios. Arben, miropafshim. Ti ke vendosur numrin 1, mes numrit 3 dhe numrit 6. Për kë je i sigurt që nuk mund të jetë i biri, i kujt? I sigurt që nuk mund të jetë është numri 6. Dhe nuk është as numri 6. Miropafshim e ti. Dhe mbetet dilema. Numri 1 dhe numri 3 afrohen pranë djalit tyre. Një gjë është e sigurt që djalia ka kaluar me gjatësi edhe mamit edhe babit. Në rast se unë mendoj që numri 1 është babai i djalit. Okej. Unë qëndroj ke njëshi. Normal që qëndron tek njëshi sepse nuk ndryshohet dot. Kështu që ke 2500 euro. Ka ardhur momenti që unë të pyes Atilion. Atilio, jeti djali numrit 1? Joni, unë të uroj për sfiladën e mbrëmshme. Por duhet të ta kishe kuptuar që në fillim se unë jam djali e oponentit numër 1. Atilio është djali flamurit, ja ku janë të dy, edhe kitarist, madje. Jo, ju mos thoni bravo, sepse ju ta gjithë treshi. Atilio, dhe ti muzikant? Po. Je pjesëtar në një bendi dhe ti? Punojmë bashkë me Punosh bashkë? oponentin numër 1. Ja ku punojnë të dy së bashku, bave mirë. Është pjesëtar i mëri i grupit Djem të Detit, basisti. Aha.
është edhe pianist, është edhe vazhdon shkollën për muzikë në Shkodër, është shumë i talentuar dhe pjesë e grupit. Atilio Babi është i rrept në punë apo të toleron? Është një shok shumë i mirë. Është një shok shumë i mirë. Urime flamur për djalin, faleminderit. Faleminderit. Ja kush numri i telefonit që ju të na shkruani dhe të jeni pjesë e rubrikës së Banjorit, ndërkohë kujtoj që në javën e ardhshme, pra të dielën e ardhshme, e Djela Shqiptare do të mbyllet me sfilatën e Joni Peçit. Unë do doja të falenderoja pa përjashtim të gjithë stafin, të gjithë njerëzit që kanë ardhur nga jashtë Shqipërisë, të huajt që kanë ardhur. Do doja të falenderoja ty, të televizionin Klan, regjisoren Silvia Tozaj, e të gjithë stafin pa përjashtim që kanë kontribuar dhe më kanë mbështetur në këtë projekt që mendoj që është një gjë shumë e mirë. Faleminderit Jon, ne me gjithë zemër të urojmë suksese.